Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Hyn në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisjes së tij paga u rit nga 130 në 425 euro. Bota. Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sánchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine. Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje të drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sánchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dosjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi e cila do të jetë e vlefshme brenda teritorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garen e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidojë për presidente për herë të 4 vitin e ardhshëm, pasi u rendit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti 2 herë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Miliona amerikanë po përballen me temperatura përvoluese. Një val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të modit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të 4 korrikut, kur SBA shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milion banor ndodhen aktualisht në paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët e rrudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtoj shumë më tepër se sa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngritësës së përhershme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritja e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danub, Rin dhe Volg. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.